Për 3 ditë e pushtuan majën më të lartë në Evropë, Mont Blanc. Pjesë e ekspeditës kosovare që unë gjetë në majët e Alpeve në lartësi prej 4800 metra ishin edhe 3 femra. Pas këtij suksesi, Arineta Mula, Fërdita Tahiri dhe Flutura Ibrahimi, bashkë me 8 antarë të klubit Alpin Prishtina, u kthyen të shtunën në Kosovë. Po është një ndjenjë shumë e veçantë, edhe çast për emocioneve sa që s'po më ndoshta edhe me i thon fjalë të duhura, po tepër ndjenjë e veçantë. Ato e pranuan se për të mbritur në majët e Mont Blanc nuk ishte as pak e lehtë. 2 ditë e para ka qenë pak më atleta, kemi dalë disi se më shumë ka pasur të bëjë me ndoshta aftësi fizike, po ditën e tretë kemi pas pak vështirësi secili, po e kemi menaxhuar çaq mirë. Krejt grupi edhe krejt kemi mri, pa problem. Por ky grupi kosovarëve të lehtë nuk e pati edhe rrugën e kthimit për në Kosovë. Gjatë kthimit kemi pas pak probleme në kufit. Kroato dashur mu kthy ka territori i Shqipërisë për shkak të vizave edhe përndryshe mirë, çdo gjë ka shku mirë. Megjithatë, kjo nuk po del të jetë pengesë që kosovarët të synojnë edhe majat më të larta të botës. Bile qëndrim sopi që në Mont Blanc u ngjet për herë të dytë, tregon se kur mund të ndodhë kjo. Besoj që brenda 3 vjetëve, jo më shumë se 3 vjetë, jem në gatshëm që ta pushtojmë edhe Everestin. Ndryshe pjesë e këtij grupi prej 11 personave ishte edhe drejtori i urbanizmit në komunën e Prishtinës, Libur Naliu.